Në këtë edicion do të ndiqni. Semaforët në rrugën Yll Morina, prej ditësh jashtë funksionit, vështirësohet lëvizja. Një puset e hapur në rrugën Petro Nini Luarasi rrezikon kalimtarët. Zbritja e çmimit të çumshit i ka vënë fermerët para një situate shumë të vështirë. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Prej ditësh semaforët në rrugën Yll Morina janë jashtë funksionit. Kjo situatë po krijon shumë vështirësi në atë zonë që frekuentimi i këmbësorëve dhe makinave është shumë i lartë. Kur e pa që semafori nuk punonte, vendosi të shpejtoj havat për ta kaluar rrugën. Si ky qytetar, janë duke vepruar tash disa ditë edhe të tjerët, për shkak që në udhëkryqin e rrugës Yll Morina, semaforët e ri janë vendosur, por nuk janë funksional. Edhe një tjetër këmbësor, i cili kaloi rrugën me një kujdes më të shtuar, foli për rrezikun dhe kaosin që ka sjellur kjo situatë. Shumë problematike, kjo duhet sa më shpejt më ndërtu. Edhe në zonë të afër, edhe krejt qyrokerat nuk dihet cili maspore, cili asi ndroç të shkelin. Ky udhëkryq është i rëndësishëm për shkak që frekuentohet nga shumë automjete e këmbësor, duke lidhur pjesë kryesore të qytetit dhe mos funksionalizimi i semaforëve krijon kaos mes veturave dhe rrezik të drejtë për drejtë për këmbësorët. Ditë më parë kemi raportuar për vijat e bardha në disa lokasione të qytetit të cilat të çojnë drejt në Gjelbrim. Tashmë në njërin prej tyre është ndërhyr, por kualiteti i punimeve lë shumë për të dëshiruar. Para 3 javëve, kur këmbësorët mbërrinin në anën tjetër të zebrave, i priste Gjelbrimi. E sot, ata i pretin trotuarin në gjendje jo të mirë. Ani pse në fillim qytetarët duhet të shkelin mbi Gjelbrim kur kalonin rrugën, tani pas ndërtimit të trotuarit, rezultati nuk është i kënaqshëm. Mos mbyllja e hapësirave të ndërmjetme të kupzave i rrezikon këmbësorët dhe i vështirëson kalimin e rrugës nënave që shoqërojnë fëmijët e tyre me karroca. Mediumi ynë ka raportuar muajin e kaluar për problematika të ngjashme, gjë që në shumicën e rrugëve ky problem është zgjidhur, por jo edhe në rrugën Anton Qeta në Gjakov. Problem tjetër infrastrukturor është një puset e hapur në rrugën Petro Nini Luarasi. Banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme për mbyllje të saj, pasi në të kundërtën rrezikon të shkaktohet ndonjë incident me pasoja të rënda. Një tjetër shqetësim është adresuar në redaksinë e mediumit ton nga banorët e Lagjës, këtë herë në rrugën Petro Nini Luarasi, në afërsi të kolonisë, ku një puset e hapur dhe dëmtuar po paraqet rrezik serioz për qytetarët. Si që shihet edhe në pamjet e siguruara nga kamera televizionit Syri, puseta ndodhet në mes të rrugës dhe është i pambuluar, duke rrezikuar kalimtarët dhe drejtuesit e automjeteve që frekuentojnë këtë zonë. Banorët shprehen të shqetësuar për mungesën e ndërhyrjes nga institucionet përgjegjëse, duke kërkuar që problemi të zgjidhet sa më parë për të shmangur ndonjë incident të mundshëm. Ata apelojnë tek autoritetet komunale që të marrin masa urgjente për sanimin e këtij dëmtimi, i cili prej ditësh vazhdon të mbetet i hapur dhe i rrezikshëm për qarkullim. Çmimet e derivateve kanë shënuar lëvizje të vazhdueshme që nga përkeqësimi i situatës në lindjen e mesme. Përmes materialit të radhës mësojmë se si sillen çmimet sot në disa nga pikat e shitjes në Gjakov. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit po vazhdon publikimin e çmimeve tavan për derivatet, saktësisht për nafton, benzinën dhe gazin. Kjo pasi që para disa javësh, Kosova e rajoni Mëxher u përballun me rritje të konsiderueshme të çmimeve për shkak të situatës në lindjen e mesme, gjë që shtiu Mintin, që më 5 prill të këtij viti të marrë vendimin për çmimet maksimale të lejuara për derivatet e naftës. Bazuar në këtë vendim, për ditën e sotme, çmimi maksimal i lejuar për shitjen e derivateve të naftës është 1.61 euro për litër, ndërkaq për benzinë
1.50 euro për litër. Ani pse çmimi i naftës po poson ulje, e njëjta nuk po vërehet edhe tek benzina, ku çmimi vazhdimisht po poson luhatje. Zbritja e çmimit të qumshtit i ka vënë fermerët para një situate shumë të vështirë. Ata thonë se nëse nuk ka përmirësim, ata kanë të pamundur të vazhdojnë me këtë veprimtari. Sektori i qumshtit në Kosovë po përballet me një kohë të vështirë. Çmimi i litrës së qumshtit ka bësuar zbritje prej 15%, për çka situata po vlerësohet jo e mirë. Ekipi ynë ka vizituar një nga pekat grumbulluese të qumshtit në Gjakov, saktësisht në fshatin Osekyl. Gjon Mirakaj u shpreh se me çmimin e ulët që po qarkullon, fermerët duan të heqin lopët, nga se kjo gjë po ua vështirëson punën. Qumshti ka ra prej mujt prak së kon zbritje prej 15%. Të merë është këtë vend, zdi shka ka bëhet, shka ka zijet e shka ka bëhet. Fermerët për piskacin, për trenu, edhe nuk kanë faj, binë qumshtin, e dërzojnë tu, i dojnë pagën, me qitë shmim për thujnë 2000 hek, ljopt, ata është me rrisë zotit. Tutje Mirakaj tha se fermerët kërkojnë që çmimi të jetë si më parë e jo i zbritur. Na kërkoj me konë çmimi së kërkon për parën, jo me ra me 15%. Si pasojë e çmimeve të ulta, fermerët po dështojnë në prodhimtari, shtoi Mirakaj. Pasojat janë se fermerët janë dështu, janë analizu në këtë punë. Shumë janë ka dështuën. Ata dhe pa kanë me që dur për pjetë, ose bine derdin tu, ose shqyën ministri e derdin të shka po. Ndërka që bëhet e ditur se situata e cila është aktuale në gjithë Kosovën se i përket çmimit të qumshtit, është shqetësuese për fermerët dhe sëndon se çmimi i qumshtit nga fermerët që e shesin karon, përsëri ulje nuk është parë në markete ku shitet ky produkt. Ndërkaq për bletarët, situata është shumë e favorshme. Këtë vit si rrallëherë pritet rendiment shumë i kënaqshëm i mjaltës së Bagremit. Ata kanë kryer të gjitha përgatitjet e nevojshme dhe po presin që procesi të ecë mbar. Pas disa viteve me sfida për bletarët, si vjet sezoni i Bagremit po konsiderohet ndër më të mirët për prodhimin e mjaltit në rajonin e Gjakovës. Bletarët tashmë kanë përfunduar punët pranverore dhe janë duke bërë përgatitjet për periudhën kryesore të kullosës, ndërsa bletët po marrin sasi të mëdha nektari nga lulëzimi i Bagremit. Kryetari i shoqatës së bletarëve në Gjakov, Florin Dautaga, thotë se këtë vit pritet të ketë mjalt të mjaftueshëm. Të gjitha ata bletarë që i kanë kryer punë të hershme pranverore dhe tashtit përgatiten për kullosë, si vjet pas sa viteve kemi me pas mjalt mjaftueshëm për nevojat tona dhe për klientët tonë. Kullosa e Bagremit ose Akacjes është në vllugën më të madh. Blet janë të marrë nektar me shumicë. Ja këtu edhe kush është për shembull ai që don me bë dhe ndrimin e mretneshave, shtesave, blet të reja që ja këtu pas pra jush janë diku afër 40 ose 40 ma. Janë blet të reja të cilat janë shtuar në këtë kohë. Në kullosën e Akacjes ose Bagremit. Është koha më përshtatshme. Pas sa viteve si vjet kemi një kullosë kryesore që e kemi pas disa munë, Bagremit e kemi mjaftueshëm. Ndërkaq, bletarët në Gjakov kanë bërë edhe përgatitjet e fundit për pranimin dhe ruajtjen e mjaltit të ri. Sipas Dautagës, depozitat dhe dhomat e mjaltit janë pastruar dhe dezinfektuar, ndërsa kushtet aktuale atmosferike me aldërnim të shiut dhe diellit po ndikojnë pozitivisht në nektarin e luleve. I kemi bërë gjitha përgatitjet me depozita më krejt i kemi bërë pastru, dhomat e mjaltit i kemi dezinfektu për mi marë mjaltin për klientat tonë dhe për veti. Kështu që jemi shumë të kënaqur për momentin, nëse na jepet mundësia e marrjes motit, që nuk është keq, mirë është, bleta dhe kanë marak pakës shi, pakës dilli për shkak njomës e nektarit, kështu që jemi duhet më konë të kënaqur bletarët ata që kanë bleto, kur fjallat mira, të forta, se që i kanë kry punë pranverore.
Nëse kushtet e motit vazhdojnë të jenë të favorshme edhe në javët në vazhdim, vletarët presin një sezon të mbarë dhe rendiment të mirë të mjaltit nga kullosa e Bagremit. Edicionin po përmbyllim me disa informacione nga ndeshja e fundit mes klubit të futbollit Vllaznimi si dhe klubit të futbollit Vjosa nga Shtimja. Kuqezinjet kanë triumfuar ndaj ekipit të futbollit nga Shtimja Vjosës të shtunën 3-1 në Gjakov. Vllaznimi rrëmbeu herët e përsi 1-0 me golin e Altin Vojvodës, duke mbyllur me këtë rezultat pjesën e parë. Pjesa e dytë u karakterizua me golin e dytë të gjakovarët, që me asistimin e Lorik Rudit, topin në rrjet e dërgoi Mark Bushaj. Mysafirët u këndallën duke shënuar për 2-1, por që nuk zgjati shumë dhe fitoren e volosi Koka e Emir Skenderit, duke e mbyllur ndeshjen në 3-1 për gjakovarët. Vllaznimi në fundjavën e radhës do të udhëtojë në Obiliq për të ndeshur me Kekun në kuadër të ndeshjes së parafundit për këtë sezon. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndajemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Semaforët në rrugën Yllmërina, prej ditësh jashtë funksionit, vështirësohet lëvizja. Një puset e hapur në rrugën Petro Nini Luarasi rrezikon kalimtarët. Zbritja e çmimit të çumshit i ka vënë fermerët para një situate shumë të vështirë. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Miropafshim.